Dashuria e tyre ishte si në përralla. Për ish-kryeministin Fatosnano, Joana ishte ajo që e bëri të lumtur dhe i dha një impuls të ri jetës së tij pas të 50-tave. Çifti kurdo shiheshin në shoqërinë e njëri tjetrit, edhe pse për disa vite ato zgjodhen për të jetuar në Vjenë. Vendimi i dytë e rrezoi të parin. Më pas, ato u rikthyen në Tiranë për të jetuar në vilën e tyre në Rolling Hill. Së fundmi, Joana është rënditur së tepërmi kur shëndeti i nanos u përkeqësua dhe ai u dërgua menjëherë në një spital privat. Mjekët e spitalit privat në kryeqytet nuk i ka dhënë shumë shpresë për rikuperim ish-kryeministrit, pavarësisht kërkesave të përsëritura të familjarëve që të mundohen për të bërë maksimumin. Në këtë moment, Joana ka marrë një tjetër vendim. Ajo ka kërkuar që të merret një grup mjekësh ekspertë të huaj për të qëndruar pranë bashkëshortit të saj dhe për të bërë më të mirën për ta nxjerrë atë nga intubimi. Mjekët e huaj kanë bërritur në ambientet e spitalit privat dhe pas disa konsultave, ato po mundohen që të bëjnë maksimumin për rikuperimin e ish-kryeministrit, edhe pse gjendja e tij paraqitet të jetë e rëndë. Edhe pse Joana, fëmijët dhe mjekët po bëjnë maksimumin, pritet për të parë se si do të reagojë organizmi i nanos ndaj mjekimeve që po merr.